Analistja e biznesit e CBC News, Jill Schlesinger, tha në emisionin CBC Mornings se në afat të shkurtër operacioni në Venezuelë nuk do të ndikojë në çmimin e gazit amerikan, ndoshta në plan afat gjatë, tha ajo. Ndoshta do të kenë më shumë gaz në treg, por nuk ka shumë faktor në lojë. Nuk është aq e lehtë sa nxjerrim këtë person dhe papritmas çmimet tonë me pompa ulen. Venezuela vlerësohet të ketë ende 303 miliard fuqi nafte të papërpunuara në tokë, që është afërsisht 20% e rezervave botërore. Schlesinger tha se ndërsa Venezuela ka një rezervë të madhe, rreth 3/4 e saj janë shumë të vështira për të nxjerrë nga toka dhe për tu rafinuar. Pra kur themi është e madhe në planin afatgjat nëse ka një investim, tha ajo. 25 vite më parë Venezuela prodhonte 3 milion fuqi nafte në ditë, tani prodhon vetëm 1 milion fuqi në ditë. Ajo shpjegoi se Chevron është vetmja kompani e madhe amerikane e naftës në Venezuelë aktualisht dhe se askush nuk do të investojë në një plan afat shkurtër.